Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kalova testin e patentës edhe pse nuk dija asgjë. Ajo ditë nisi me shi, e mbaj mend mirë sepse shiu më dukej sikur po më paralajmëronte të kthehesha mbrapsht. Librin e rregullave të qarkullimit e mbaja në prehër të mbyllur. Nuk isha lexuar kurrë asgjë siç duhet. Në fakt, po të jem e sinqert me veten, nuk dija asgjë. Po shkoja të jepja provimin teorik të patentës. Vetëm mendimi më shtrëngonte kraharorin. Zemra më rihte fort dhe duart më ishin bërë të ftohta. Dëgjoja zërat e prindërve në kokë. Është e lehtë, të gjithë e kalojnë. Por unë e dija të vërtetën time. Kur hyra në qendrën e provimit, ajri më dukej i rënd. Njerëzit përreth përshpërinin dhe thoshnin shenja trafiku, diskutonin pyetje. I shikoja si të ishin alien nga një botë tjetër. U ula përpara kompjuterit dhe pash ekranin të ndiset. Koha filloi të numërohej mbrapsht. Pyetja e parë u shfaq dhe unë u bllokova. Nuk e kuptova as të dytën as të tretën, shenjat, distancat, rregullat, të gjitha ishin të huaja për mua. Ndjeva djerës të ftohta në shpinë dhe një nyje në fyt. Më erdhi të qaja, por u përmbajta. Vetëm rija dhe shikoja ekranin. Minutat kalonin dhe unë nuk klikova asgjë. Asnjë përgjigje, vetëm heshtje dhe shumë frikë. Mendja më thoshte, je gabim, do dështosh, do turpërohesh. Kur koha mbaroi, ekrani u errësua. Një punonjës më pyeti nëse kisha përfunduar. Pohova me kokë pa fjalë. U ula në korridor duke pritur rezultatin dhe duke menduar se si do t'i shpjegojem prindërve për dështimin tim. Pastaj dëgjova emrin tim. Hyra në zyrë me hapa të pasigurt. Punonjësi shikonte ekranin dhe më pas mua. Heshtja u zgjat më shumë se ç'duhej. Urime, tha ai, e ke kaluar. Më ra zemra, nuk po besoja. Mendova se kishte bërë ndonjë shaka ose kishte ngatruar emrin. Si? Ishte vetmja fjalë që më doli. E ke kaluar provimin teorik. Dola jashtë e tronditur. Shiu kishte pushuar dhe dielli po dilte ngadalë. Eca rrugës me fletën në dorë dhe me një ndjenjë që nuk ishte gëzim. Ishte një peshë, një sekret. Sepse unë e dija të vërtetën time, kisha kaluar një provim pa ditur asgjë, pa ju përgjigjur asnjë pyetjeje. Dhe atë ditë kuptova se ndonjëherë gjërat më të frikshme nuk janë humbjet, por fitoret që nuk i kupton dhe nuk i meriton.